të duar të vitit të zjarta me plot dashuri, jeni më të mirët. Shumë faleminderit. E keni dhuar shumë emocione sot me këto duar të vitit. Gjeni ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj. Patjetër. Tani, duke qenë se të gjithë pra e kanë fjalën e tyre, ne kemi vendosur që edhe publiku joni dashur, që na ndjek dhe vjen shpesh në për aktivitetet tona, të ketë një kohë për të ndarë një mendim, për të bërë një pyetje, cili do prej jush që dëshiron ose ka një paqartësi. Kështu që nëse dëshironi, ne jemi këtu t'ju dëgjojmë dhe t'ju përgjigjemi. Duar të vitit, Si fillim e përshëndes të gjitha, veçanërisht unë e falenderoj Ardo dhe të gjithë organizatorët e kësaj shoqate. Unë kam qenë disa herë pjesë organizimeve të Ardos dhe realisht e kam ndjekur shumë gjatë të gjitha. Me të drejtën, mua më prek fakti që ka fëmijë që nuk shohin dot familjen e tyre. Ka fëmijë që nuk e dëgjojnë zërin mamit, babit, motrës apo vllajt, dhe unë mendoj tek vetja. Është realisht shumë e dhimbshme. Ka njerëz që kanë ardhur këtu për të qenë të lirë, edhe por të mbyllur në një kapaz të vogël le të themi. Prandaj të bëhemi bashkë, të bashkojmë me shoqatën e Ardos dhe të themi me një zëri që ne jemi me ty Ardo, sepse të japim sa të pakur ajo. Unë kam patur kënaqësinë që Ardo ta njoh në një projekt tjetër, por kur kam gjarë historinë nuk e di, kam gjetë totalisht tash wow, sa talenti dhe sa guxim ka ky djalë. Përveç se është një organizator apo një njeri shumë i mirë, është dhe një njeri shumë i përkushtuar familjes, prandaj e ndjen situatën e tyre. Ardo, shumë faleminderit. Është kënaqësi të jesh pjesë e shoqërisë tënde, edhe do jem gjithmonë aty, duke të mbështetur. Faleminderit. Faleminderit.